Allahun Gjellëshan e falendrojmë, prej ti ndihmë dhe falë kërkojmë, atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima, dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë veten me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat e pranishëm, do të flas sot për respektin e prindërve të tanë, pasi para disa ditëve i pam edhe vllatë e tanë, fëmijët e tanë, duke u kthy në për shkollat e tyre me ka një lule kineze, po si do qoftë, Allahu Gjellëshanu i shpërbleft ata e vllatë të cilët janë kujdes me 8 mars për t'i gëzu nanën dhe babën. Por, a thu valë, duhet t'i gëzojmë ne si e vllatë prindërit e tonë vetëm me 8 mars, e me 9 mars jo, apo me 10 mars jo. Është një ibadet çka fëmijët e tonë dal nga dal për anashkalojnë, për e lojnë anash. Është një Islami neve na ka mësuar diçka pak më shumë, ta respektojmë prindërit, të respektojmë prindërit e tonë, jo vetëm me një ditë gjatë vitit, por duhet të respektojmë ata tani jetën, sa janë gjallë dhe sa jemi gjallë. Shikoni një hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditëve pejgamberi alayhi salatu wassalam, xhumon çka po e mbajmë sot, edhe ai ditën e xhumon e ka mbaru fjalimin e tij me 3 amina. Hip shkallën e parë thot amin, hip shkallën e dytë amin, hip te shkalla e tretë pret thot amin dhe zbret nga hutbja e tij. Sahabët i thonë ja Rasulullah, e përfundove këtë xhumon, këtë fjalimin tanë me 3 amina, nuk ishte zakoni joti ti ta përfundosh pa më na dhon këshilla, porësia. Tha kur hipa te shkalla e parë, erdhi Xhibril alayhis salam dhe më tha, o Muhammed, mirë për atë njeri, për atë musliman i cili hin Ramazan, del nga Ramazani dhe nuk i falen gjunaat. Te shkalla e dytë më tha po ashtu Xhibril alayhis salam, o Muhammed, mirë për atë musliman, vaj halli për atë musliman i cili ku përmendet emri Muhammedit alayhi salatu wassalam nuk çon salavat mbi mu. Edhe Xhibril alayhis salam tha thuj amin dhe thash amin. Edhe e treta më tha, o Muhammed, mirë për atë musliman i cili e arrin pleçnin e prindërve të ati, për atë njeri i cili e arrin pleçrin e prindërve të tu, edhe nga respekti nuk e fiton xhennetin e Allahut Gjellëshanu. Duke anashkaluar respektin ndaj prindërve, e nuk e fiton xhennetin, e më tha Xhibrili thuj amin, thash amin. Andaj xhamat të pranishëm, po don pejgamberi alayhi salatu wassalam me këtë hadith me na kallëzu neve se xhennetin dhe xhehenemin e kemi brenda në shtëpitë tona. Xhennetin dhe xhenemi është brenda shtëpive tonë. Mos gaboni me lip jashtë, e keni në për shtëpitë e juve. Nëse ju kujdeseni për to, për kanë, për prindërit e juve, keni me fitu xhennetin. Nëse vaj halli për atë njeri i cili ka prindërit gjallë dhe nuk i respekton ata, e për te është xhehenemi. Për këtë çka kanë thonë ulemat, një nga dyert e xhennetit është edhe dera e prindërit. Në ditën e Kiametit, Allahu Gjellëshanu ka mi thirr njerëzit, ata të cilët kanë qenë respektues, bamirës ndaj prindërve të tyre, Allahu Gjellëshanu do të thirr edhe do t'ju thot hinin nga xhenneti, nga dyert e prindërve të tu. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, el walidu awsatu abwabul jannah, prindri është mesi i dyerve të xhennetit.
don me majt maje, don me lan lene. Ama nëse ata Allahu xhaleshani ka bot që të jenë mesi i dyrëve të xhenetit. Me respektin e tyre e fiton xhenetin. Me anashkalimin e respektin dhe tyre e humbë xhenetin të Allahu xhaleshano. Andaj, ai cili ka gjallë, prindrit e vet, mos ta humbe këtë shansë, sepse duke i respektu ata e fiton kënaqësinë e Allahu xhaleshano. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Rida Rabb, kënaqësia e Zotit është kënaqësia e prindërve të tu. Don me kënaq Zotin, fillimisht kënaqi nanën dhe babën, duke i respektu ata. Don me hidhru Allahun xhaleshanu, hidhroj nanën dhe babën. A nëse don me kon Allah i kënaq, duhet t'jenë të kënaqë nana dhe baba për respektin ti çka ja ban atyre. Nëse ne ndalmi xhamat e pranishëm, i shikojmë historinë e pejgamberëve, se si janë sjell ata me prindrit e vet, do ta shohim se çdo pejgamber ka qenë respektues i prindrëve të tyre. Edhe pse dikush ndoshta e ka pas nanën apo babën jo musliman, megjithatë ka qenë respektues i tyre. Ibrahimi alayhis salam, i cili babën e vet Azerin e kishte jo musliman, ishte prej atyre që ka ndreqke zotra, puta, statuja, edhe u ashitke njerëzive, e Ibrahimi alayhis salam ju thonte, mos i besoni babës tem. Por Allahu xhaleshah neve na tregon disa jete ku Ibrahimi alayhis salam i drejtohet dhe babës të vet, duke i thonë, jo me nënçmu, jo me largu. Çka i thot Ibrahimi alayhis salam babës vet? Ja abeti, o baba im. Nuk i thot o ti, o filan me emër, thot ja abeti, o baba im. Mos e adhuro shejtanin. O baba im, ja abeti, inni akhafu an yamsaka adhabi min rahman. Unë po frikoj, o baba im, po frikojm se ka me dar dënimi i Zotit me këtë punë që e ban. Por e gjeti atë rezultatin të djali i vet Ibrahim a.s. Kur Allahu xhaleshah e urdhnoi Ibrahimin a.s. për ta therr djalin e vet, djali i vet çka i tha? Djali i vet Ismaili a.s. i tha babës vet, ja e beti, o baba im. Zbatoje urdhin e Allahu xhaleshah. E gjeti rezultatin qish dunjo. Si cilësh kanë musila dhe evladi jotë në dunjo. Nuk është mirësi ose edukat me respektu nanën dhe babën vetëm me 8 mas. Këtu po du me ditë 3 dhe 3 e tona. Nuk është respekti i nanës dhe i babës me një lule. Gjatë një ditë mrena vitit. është respekti, bamirësia, mirësia, duhet të jenë të në vitin. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith. Shikoni, se si ka qenë ki respektues i prindrëve jo vetëm në një ditë, e jo vetëm në natë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kanë qenë 3 veta nga Benu Israil që kanë udhtu, i ze nata, i ze shiu, hinë me një shpellë. Edhe pa pritmas, bjen një shkam prej kodre edhe e ze hyren e aso shpellë. Edhe tash, as telefona, as kur gjon, shpellë, malë, kërkush si një. Njoni për tyre ban një do, i dyti e ban një do, e thote Allah tu Allah për hatët të kësoj punë që ka e kam bo në shpëto. Ja njës ajo guri me lëviz, se Allah u Gjellëshan është i cili e ka quat shkam, edhe Allah është i cili e largon atë shkambin, edhe i treti thot, o Allah, shikoni, thot, o Allah, i kam pasu në prindrit e mi, i kam pleq, e kam zanat, zakon, adet, çdoherë kur vin nga mali, mi o dhonë në shim, me hangre dhe me pi, nanës dhe babas, para fëmijëve të mi. Kur erdha një ditë për ditëve u vanova nga kodra, po nga mali, nga qobani, që i rusha dhen, ata i kishe zonë gjumi. Edhe fëmijët e mi, familja, gruja dhe fëmijët, ata lipshin me hangre dhe me pi, për unë njëtën time e pa ta bo beje,
pa ta betu që nuk u jap ushqim e vladhet mi para se mi u dhon ushqim nanës dhe babës. E kur erdha te shtëpia ata I kishin zënë xhumi. Kam det te koka e tyre deri sabah, deri sa thirrë ezani sabahut, e falën e sabahut, ju dhash atyre me hangër dhe me pi, pastaj ju dhash fëmijëve të mi. Ta në vitin e ka bu këtë punë, jo vetëm një natë, jo vetëm një ditë me 8 mars, ta në vitin I kanë respektu ata se janë komplet. Edhe I thotë Allah tu Allah, I qëndut. Thotë nëse këtë punë e kanë bu për hir tënde, na shpëton nga kjo errësirë. Allahu xhelleshan e largon atë shkombin edhe dalin. Andaj xhamat të pranishëm. Në këtë Islam ne çka e kemi, na mëson se tani jetën duhet t'i respektojmë ata. E jo vetëm një ditë prej vitit. Shikoni një rast që ka ndodhur me një hoxh Davexhi, thotë isha duke shku me një vend evropiane për me marrë një tribun, edhe në stacionin e trenit e pash një plak, u mundoj ke I kishte 70 vite, u mundoj ka të mollën me kaq, me hangër, pas mujke me hangër, u afrova ki hoxha thot, u afrova asaj ta jo plaka, ja mora mollën, e qanrova, e dajta, e bona copa dhe e dhash. Edhe I thot, pse për ma ban këtë pun, këtë mirë, thot, ky hoxha thot, vallai Islami neve, thot, kështu thot e kam edhe nanën dhe babën të shtëpia, edhe ne nuk mujna me hangër pa lejen e tyre. Ne nuk mujna me dalë prej shtëpije pa lejen e tyre. Fillimisht atyre japmi me hangër, edhe e vladi janë, edhe one punojmë për t'i respektu, për t'i u dhon ushqim atyre. E ajo ja nis me kajt, e ki hoxha I thot, pse po kanë? Thot, vallai, thot, ban beje në Zotin e vetë që e kanë pas ata si krishtere, thot, që 10 vite as kusht nuk më ka fol mu. Që 10 vite, as e vladi jem nuk më ka fol mu, e thot, kush shtini ty me ma bu këtë hizmet, thot, Islami. Thot, pse cila feja është, thot, Islami neve na urdhnon që ti respektojmë nanën dhe babën dhe ti respektojmë pleq. Atëherë me këtë gjest të vogël të këtij hoxhës, kjo e pranon Islamin. Andaj, xhamat të pranishëm, nuk është ne sa don që ne t'i japmi lule, apo t'i respektojmë, nuk ka mundësi me I dal hakush nanës dhe babës, sidomos nanës, që është 3 herë më shumë se baba, me I dal hakut, edhe një natë dhimbje që ka përjetu në barkun e saj. Në kohën e Abdullah ibn Omerit, vjen një njeri nga Jemeni, e mban nanën e vet, mbi supe dhe bën tavaf, dhe I thot duke e qu zonin, thot, a thu val, jam duke e lajt e borgjin tan, oj nana ime. Abdullah ibn Omeri ndëgjon dhe I thot, o filan, një natë ti që ka ja ki prish gjumin nanës tande, nuk ka mundësi ta një jetën me mbajt në shpinën tënde. Me mbajt shpinën tënde, ta një jetën nanën tënde, nuk ka mundësi që atë natë që ti ki kajt, apo që e konë barkun e saj, edhe ajo ka netë pa gjumë prej dhimbjeve tuja, nuk ka mundësi me I dal hakush. Andaj, nuk mujna ne me I dal hakush prindrëve të tonë me një lule, apo me 2, apo me një buket, apo me një çokoladë jo. Ata dojnë respekt, ata dojnë bamirësi, ata dojnë mirësi që ne të shkojmë të vizitojmë e kështu me radhë. Ulemat kanë thonë se si duhet të respektojmë ata. Kanë cek disa pika, shumë sende që si duhet ne ti me I dal hakush atyre prindrëve të tonë, edhe pse du t'i cekim si shkurt, edhe pse për çdo pik, për çdo fjalë, ka ajet edhe hadith. Fillimisht kanë thonë ulemat, nëse ti don me dal hakut prindrëve të tu, falë butë me ta, ule zënin me ta, mos e ndërpre kur ata flasin, le ta mësosin fjalimin e tyre, fjallën e tyre, pastaj ti falë nëse ki diçka me thonë. E dyta, shikoj ata me sy të dashurisë, e jo mos I shikoj me sy të ashpërësisë.
Ti në herë mund është me i bo hizmet, mund është ti me respektu, ama me kon arrogant i ashpër. Për jo, ata e shofin ti kur je ti i gëzum edhe kur ti je hidhrum. Për këtë çka ti duhesh ti me i po ata me sy dashurie e jo me sy ashpërsie. Kanë thonë ulemat pastaj, mos hec përpara të prindërve të tu. Do në hec me te, mos hec përpara, për leni ata me hec përpara e ti mrapa ose ti bash me te. Mos u kallëzo ti ma trim se baba e nona. Por ata dushmi i respektu edhe kur ti del me hec rrugës apo shkon misafir e kështu me radhë. Për shëndeti kanë thonë ulemat, ata kur ti takojsh, puthen e ballë, nonën dhe babën, puthja duart e tyre, edhe nonës edhe babës, edhe ndihmoju ata kur kanë ata nevojë për ndihmën tënde. Mos fillo të hash apo të pish para se të hajnë ata, apo nëse ata t'japin leje, atër fillo edhe ti me hangër. Ama mos u mundo, ti ta shtish dorën tënde një mek para se ta futin ata dorën e tyre në atë enë apo në atë jemekin apo në atë haje. Dhe lutu për ta, e sidomos gjatë namazit kanë thonë ulemat. Falendroj prindërit e tu sa ma shumë për punën që e bëjnë. Çdo herë thuj, o nan, Allah të shpërbleft për këtë iftar. O bab, o baba im, Allah të nderoft për respektin, për punën, për rrogën, për parat që kujdesësh ti për neve. Andaj bën dua edhe lutu për ata edhe falendroj ata për punën që e bëjnë. Pastaj kanë thonë ulemat edhe fundit është ruaj sekretet e tyre, nëse ata kanë ndonjë sekret, mos u mundo me vakallzu halkive. Nëse dikush fol për ta, mundo që ti mos vakallzosh sekretin apo ato punë të këqijat apo fjalë që folin për prindrit e tu, që mos të mërziten ata. Po nëse dikush fol, ti mundo me qetësu situatën, edhe sekretin që e kanë ata, mos din kojshi apo në akraba me kallëzu se nëna ime kështu, baba em kështu e kështu më radhë me i kallëzu dzezat e tyre. Andaj gjëma të pranishëm, prindrit janë një derë e hapër për në xhenet. Një njëri prej të parve tonë, prej të selefët, kur i vdiq nona i thanë, apo mërzitësh edhe ti? Tha jo, nuk po mërzitëm. Nuk po mërzitëm se më ka vdek nona, po mërzitëm se mu kam shel një derë e xhenetit. Sepse prindri është derë e xhenetit. Nëse ti i respekton ata, nëse ti i nderon ata, e ki xhenetin, dyrët e xhenetit qelë. Ata momentin që ata vdesin, atëherë ti duhesh me qelë xhenetin me punët e tuja. Gjema të pranishëm, çka të mjellë ne keni me kohë? Se cili e vlat që i keni, kallëzojni se edhe ata kanë mu martu. Nëse ata i respektojnë prindrit e vetë, edhe vladi tyre kanë i respektu ata. Nëse ata silën keq, edhe vladi vetë kanë mu silë keq. Njëni nga muslimanve e takon, i kallëzon një jo musliman, thot një ditë për ditëve, ky jo muslimani, shkon ta viziton babën e vetë në shtëpi të pleqve, në domë. Edhe në rrugës e ka edhe e vladin e vetë edhe gruan e vete. Vjen kohë e dimrit, thot unal, thot po nalet ki për mja ble një qebe babas vetë, se në domë atje në shtëpin pleqve, s'ka pas në zemje të mjaftushëm, edhe e ble një qebe. Djali vetë, djali këti jo muslimonit, i thot, kur vjen baba me një qebe, i thot, o bab, a një qebe e blete? Thot po, thot shko ble 2 qebe. Ky jo muslimoni e pyet, thot pse po thumi ble 2, thot i mjafton 1. Thot 1 për babën tënde, edhe 2 thot për ty, se ti kur të plakësh, edhe unë kam me çu në domë. Ti kur të plakësh, kam me çu te shtëpia e pleqve. Shikoni fëmia, ja ban me dije babas, ti e respekton, kam me të respektu edhe unë. Ti e ke çu në shtëpin të pleqve, edhe unë e nesër mos mendo se kam e të majtë në shtëpin tënde. Çka të mjellë ne keni me kohë? Për këtë shkak, nëse dojmë që ne e vlatë e tonë na respektojmë, ti respektojmë ata sa i kemi gjallë. Ta fitojmë mëshirën, kënaqësinë e Allahut. Sepse ata janë dyert
mesi i dyrave të xhenetit. Lutim Allahun xhelle shanu që ata të cilët i kanë prindërit e vet gjallë, Allahu t'u jepi jetë, shëndet, edhe ta fitojnë kënaqësinë e Allahut duke i respektuar ata. Lutim Allahun xhelle shanu që ata Allahu që i ka marrë, që janë në varrezat e tyre, prindërit e tyre, Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i fal, Allahu t'i bën në vonët baçë prej baçëve të xhenetit. Ne lutim Allahun xhelle shanu që Allahu të na i pranon adhurimet e tona, agjërimin ton, namazet e tona, lutjet e tona, veprat të cilat i bëjmë, ata ditë që kanë ngel nga ky Ramazan, Allahu të na lehtëson gjunat e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu magfiret na bën, Jannatul Firdaus nasib të na bën. Amin wa akhiru wa alhamdulillahi rabbil alamin.